babai im është prift. Edhe para se të bëj prift, ka ndenjur një 3-4 muaj në malin e shenjtë në Ajorës, që të mësonte ca gjëra të përgatitej. Edhe si që kanë ikur të gjithë, kur u hapën kufijnë, ja edhe unë që vajta në Greqi, ku do veja të babai, edhe më futi në një punë në një manastir e tje që punoja. Kur erdhi babai në shtator të më mirte, babai im është prifti i parë që ka dorëzuar kryepiskopi i ndjer Anastasi, Janulatusi. Kur erdhi për herë të parë në Shqipëri 91-shin, babai im ka qenë prifti i parë që u dorëzua nga vetë kryepiskopi. Në gusht ndodhi kjo, në Aliku në 16 gusht të 91-shit. Në shtator erdhi babai të më mirte në malin e shenjtë që kam qenë punëtor, edhe më thot do vemi të takojmë një njeri shumë të rëndësishëm që ka origjinën nga zona jonë. Nuk e njihja, se kisha iden. Gerasimos Mikrajananiti, ose Anastasio Greka i kishte emrin e lindjes, ai ka lindur në Dhrovjan edhe ka jetuar biles 14 vitet e para ka jetuar në Dhrovja, në moshën 14 vjeç ka ikur, edhe vajti në Pire ku punon të babai i tij. Gerasimos, ose Anastasios Grekas, ka qenë një njeri, mbase nuk ka qenë një njohur gjerësisht, po ka qenë shumë i njohur në botën e kishës, të fesë, le të themi kështu, se ka qenë një nga himnografet më të rëndësishme. Himnograf çdo të thotë, siç e ka titullin, është nga himni, shkruan himne. Edhe biles mund të themi që në 2000 vjet të historisë së krishterimit, në 1000 vjeçarin e parë kemi shumë himnograf. Himnografet janë ata që shkruajnë tekstet që këndohen në kishë. Të liturgjive, po. Ato tekste nuk janë shumë kollaj çdo kush që mund të shkruajnë nga këto tekste, se kanë edhe një partitur muzikore nga Bizanti, edhe duhet të kenë edhe, si të thuash, të jenë si tip poema, që të kenë vjersha ose të themi, po duhet të jenë në një partitur muzikore. Edhe mund të themi që në 1000 vjeçarin e parë të historisë së krishterimit, kemi shumë himnograf të rëndësishëm, si që është për shembull Ioani Damaskinos, nga Damaskoja e Siris, ose ka qenë për shembull Romanoi Melodos, Andrea e Kretes, janë 5-6 që janë shumë të rëndësishme që tekstet e tyre ose himnet e tyre që kanë shkruajtur që ato vite që këndohen edhe sot në kishë. Po në 1000 vjeçarin e ditë kemi disa, po jo kaq të famshëm. Mund të themi Gerasimos Mikrajananitis është më i famshëm ose më i rëndësishëm himnograf jo i shekullit, po i 1000 viteve të fundit. Se gjatë historisë e 1000 vjeçarit të ditë të krishterimit, mund të themi që himnografi më i rëndësishëm ose kishte një boshllëk se kanë dalë shenjtor të rinj, edhe ki është më i rëndësishme se ka shkruajtur jashtëzakonisht të mëdha, po ajo që e ka bërë Shen Gerasimon ose Ajon Gerasimos që ka vendosur patriarkana ekumenike në Stamboll, në Konstantinopol, për ta njohur si shenjtor, nuk është vepra e tij krijimtare, po më shumë ka të bëjë me jetën e tij të thjeshtë që kishte dhe si njeri i Perëndis që ka qenë më të vërtet një njeri i tillë, një njeri që kishte shumë njohuri, po ka qenë shumë i urtë në jetën e tij. Edhe biles në malin e shenjtë ai nuk jetonte në manastiret e famshme që janë 20 manastiret e mëdha në malin e shenjtë, po në një zonë të malit të shenjtë që quhet Shkretëtira e Athosit. Domethënë është një zonë që nuk shkojnë makina atje dhe janë më të vërtet murgj me gjithë kuptimin e fjalës, që shkëputën nga kjo botë, nga kozmosi, edhe bëjnë një jetë, si të thuash, afër Perëndis edhe më shumë mungesa, si të thuash, në jetën e përditshme dhe me vështirësi. Takimi i parë që kishim me Shen Gerasimon, erdhi babai dhe më tha që do vemi të takojmë një njeri të rëndësishme që është nga Dhrovjani. Unë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë. Thash, dakord të vemi të takojmë. Rruga ka qenë diku te 1 orë gjysmë me këmbë për të vajtur. Ka qenë shumë i moshuar atëre dhe një nga ndjekësit e tij murg që ishte atje,
fillimisht na tha që Ati Gjerasimo nuk pret më vizitor, se nga që ka qenë një njeri i rëndësishme, shkonin shumë njerëz për ta vizituar, edhe për t'i marrë uratën, edhe këshilla në jetën e tyre personale. Edhe na tha që ka qenë në moshë të thirr, edhe ka qenë në momentet e fundit të jetës, si të thuash, se ai ndroi jetë në atë vit pas 2-3 muajsh. Edhe kishte vështirësi edhe në komunikim në atë moment që kishim vajtur ne. Baba im këmbguli dhe i tha, do t'i thuash që është një prift nga zona e Delvinës, se ai si zonë, si kraj nuk ka qenë qendra Sarandit, ka qenë Delvina në vitet që ka qenë ai. Na tha ki, po ju thash që nuk ka mundësi, të lutem, i thot babaj, do t'i thuash që ka ardhur një prift nga zona e Delvinës edhe do të marrë uratën. Në qoftë se nuk ka mundësi të flasi, dakord. Vajti ki brenda edhe dëgjuam nga brenda, ndërkohë që kishte disa ditë që nuk komunikonte mirë me ambientin, se ka qenë në momentet e fundit të jetës edhe në moshë të thirr. Dëgjuam zërin e tij nga brenda që tha, na erdhun amesos, të vinë më një herë. Edhe doli ai ndjekësi i tij dhe i tha babaj ti me falenderoj, biles të falenderoj që këmbgule i tha se i dhe shumë gëzim kur mori vesh kja këshu dhe na priti, edhe ndërkohë që ai ka qenë nuk ishte mirë me shëndetin e tij, si kur u ringjall në atë momentin që do bënte bisedat me babajin tim. Na priti këshu më shumë dashurie dhe unë atere isha 16 vjeç, nuk mirjave shumë gjëra nga ana fetare, se ishte direkt pas rrenjes së komunizmit 91-shim, s'kam qenë as i pagzuar atëre. Nuk e kisha kulturën fetare, se nuk kisha njohuri, nuk i kuptoja të gjitha ato që bisedonte me babain tim, po ajo që më ngeli, që më bëri shumë përshtypje, e pjeste babain tim për shumë toponime, që përshkruante në rrugëtimin e tij nga Dhivri në Navaric edhe në Drovjan, se origjina e babait të tij është nga fshati i Dhivrit. Ka vajtur dhëndër në Drovjan, edhe ai ka jetuar atje deri në moshën 14 vjet në Drovjan, edhe shkonte shpesh me baban e tij në fshatin e origjinës që ishte Dhivri, edhe kalonte nëpërmjet Navaricës. Edhe në këtë rrugëtimi, në këtë që po përshkruante, mbante mend të gjitha toponimet në atë zonë, edhe pjesë të babajin tim për këto toponimet, për zonën edhe për kushtet që kemi jetuar në vitet e komunizmit, edhe kjo ka qenë biseda pa, nuk me ka ngelur shumë gjëra nga detajet e asaj bisedës, po ajo që më bëri përshtypje ishte se mbante më shumë mirë këto toponimet në këtë rrugëtimin e tij. Mund të them që Shenjë Gjerasimi është shenjtori i fundit i kishës ortodokse. Nuk është shumë kollaj që patriarkana në Konstantinopol që të marrë një vendim për një njeri për ta futur në si të thuash, në listën e shenjtorëve. Duhet të ekzistojnë prova edhe aftësitë e veçantë që kanë ata njerëz. E shumë rëndësishme se ai është shumë i njohur, siç ju thash, në botën ortodokse, jo vetëm në kishën ortodokse të Greqisë apo të Shqipërisë, po edhe më gjera. Ai ka marrë vlerësime për shkrimet e tij nga Patriarkana e Aleksandrisë në Egjipt, nga Patriarkana e Jerusalemit, e Damaskos, në Siri, edhe nuk e di edhe nga kishat të tjera. Është një personalitet shumë i njohur edhe ka ditë dimensione, në qoftë se duam ta shpjegojmë, është ana fetare, si të thuash, që është shumë e rëndësishme për një shenjtor që zona jon të ketë një shenjtor, po edhe ana kulturore, që mund të themi që Drovjani ose zona jon mund të përfitojë në zhvillimin dhe në njohjen e zonës, duke krijuar kushte të tilla. Në Drovjan, për mendimin tim, duhet të bëhet diçka në zonën tonë, për shemb se është nder për zonën tonë që kemi një shenjtor të kishës ortodokse, edhe mund të jetë, si të thuash, një qeliz ose një hotspot, si ta themi, edhe nga ana kulturore, jo vetëm nga ana fetare për zonën tonë.